Nesër është dita e verës dhe për këtë arsye do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Bruna Kërçyku, e cila do të na tregojë më shumë për këtë atmosferën që po krijohet, sepse në Elbasan edhe të kuptojmë edhe më shumë, sidomos unë, se në Elbasan është një nga vendet që shijohet më shumë, e festojnë më shumë, kështu që mirëmëngjes Bruna. Mirëmëngjes Bruna. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në Elbasan. Mos më thoni që kënga që ju kishit në sfond është më e bukur se kjo që kemi ne. Elbasani bukur Elbasan. Shumë mirë, DJ Elbasani bukur Elbasan, ju lutem. Po shikojmë që je rreth një sofre atje me fëmijët. Ju keni pritur këtë mëngjes me fëmijët e kopshtit numër 9, të cilët I falenderoj që në orët e para të mëngjesit erdhën, u bën gati këtu me ne, duke sjell të gjitha detajet e ditës së verës, ashtu siç I do tradita e Elbasanit. Kemi një sofër të bukur këtu me gatime tradicionale, ballokumet, revania, tava me pilaf, pula me pilaf, të gjitha, dhe padyshim kam dashur gjithë këto vite t'ua shpjegoj, kjo është karakaftja. Lulja e parë që çel në pranver, dhe që ne themi aq shumë çeli karakaftja, po s'ua kemi treguar ndonjëherë kështu. Që ka shumë e bukur siç ashtu siç jeni edhe ju, Bruna. Këtë ditë verë ka një aromë shumë të mirë, faleminderit shumë. Zgjodhëm që këta fëmijë sot ishin me kostume popullore për vetë faktin që dita e verës nuk përçon vetëm këto traditat e bukura të gatimeve, por edhe të gjitha traditat e bukura shqiptare, dhe a janë kaq të bukur këta fëmijë me kostumet popullore të trashëguara tashmë ndër vite e shekuj mes shqiptarëve. Megjithatë, do ta nisim me një urim për ditën e verës. Gëzuar ditën e verës të gjithë. Gëzuar ditën e verës. Si lule, janë si lule këto, pastaj fëmijët. Mirëmëngjes. Tani, ata I kanë improvizuar përmes vjershave të tyre, por unë po I dëgjoja pak me vëmendje kur erdhëm në mëngjes, dhe të gjitha traditat e Elbasanit janë të thëna aq bukur në vargjet që këta fëmijë do të thonë. Mirëmëngjes, si e ke emrin ti? Unë quhem Aksa Çela. O Aksa, në shtëpinë tënde, si pritet dita e verës? Dita e verës në qytet festohet shumë bukur. Kjo është një festë e mrekullueshme sepse tregon ardhjen e pranverës. Unë mezi prej që të vi kjo festë sepse gjysha ime e dashur përgatit ushqimet më të mira. Disa ditë para festës gjysha fillon përgatitjen, ajo pason shtëpinë dhe rregullon gjithçka. Pastaj përgatit ushqime tradicionale të ditës së verës, e cila më e famshmja është ballakumja. Ajo I përzien përbërësit me dashuri dhe pjek. Pastaj shtëpia mbushet me aromë të mrekullueshme. Gjysha ime di të bëj edhe verore, ajo bashkon fije në bar dhe fije në kuq. Edhe pastaj ma vendos mua në dorë. Ajo më uron fat e shëndet. Gjysha në mëngjes na thërrej të gjithëve. Ajo na lan syt me unë vezëve të zgjera dhe na vën kurora lulesh të freskëta dhe gjethet të njoma në kokë. Atë ditë ne luajmë, gëzojmë, festojmë të gjithë bashkë si familje. Unë e dua shumë gjyshen time, sepse ajo na fal dashuri edhe gëzim që na mëson për traditat e bukura të ditës së verës. Po Aksa, faleminderit shumë. I lajmë syt me ujin e vezëve të zjera, tha Aksa, se duhet të dukemi dritë edhe të pastër. Tha që bëjmë shtëpinë nxit dhe në fakt I shkundim tapetet gjitha për ditën e verës, sepse çdo gjë duhet shkëlqej, siç shkëlqen stina e ngrohtë, të cilën mezi e presim të gjithë. O Kristian, edhe ti kishe disa tradita të bukura. Ma thuaj pak vjershën tënde. Kur prej fëmije Hijaz Dian gjoja nanën qamenat. Baba bum vlonte pusia, dalla kumet shkrinin gjalp. Vintera qërke dira, karakafte zymbylan ban. Nana histen pregatisten se do veja u përkam. Kur prej fëmije dhe pse s'di, një fjallë nana ma ka mësu. Për ditë verë, kush ban ballë, festën uroj ati I parë. Asën ballë dhe verë të bardhë. Sa e bukur, sa e bukur. Ajo e dini në studio se çfarë do të bësh kam.
Po, të Do bësh kam, do të thotë të bësh këmbë, është vizitori i parë i mëngjesit dhe zgjidhet fëmia që të jetë i mbar dhe t'i sjell mbarësia asaj shtëpie ku do të bëj këmbë. Unë do më duhet të ngrihem pak dhe bashkë të dy Clark, ta themi do ngrihesh pak me teta Brunën. Ne kemi këtu edhe menun e ditës së verës, që shef Clarku do të na shpjegoj të gjithën. Clark është fjala për kuzhinjerin tani. Unë jam Clarku, shefi i kuzhinës për gatime tradicionale. Me që jam Elbasanli, po prezantoj me menun e ditës së verës, në kopshin numër 9. Ballohu me Elbasani, shumë provuna s'kusi bani, tam me pestil, bishi qinqi të rikarshi, revani e ame lebut si njerëzit e këtij qyteti turp. Fërges Elbasani, me mërqi e gjithë provoni të hani osa dënis. Në Elbasan, ku vjen vera, ku se bajnë nga hera. Qyteti ynë po të hap, gjithë shqiptarët vinë me vrap. Se në të marë gëzur nga mot. Gjithë shqiptarët janë nisur dhe për ditën e verës do vinë në Elbasan